Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka braktisur në mënyrë demonstrative mbledhjen e Komisionit për Punë të Jashtme. Ai nuk ka mundur të durojë Murat Mehën, kryetari i Komisionit për përcaktimin e pikës kufitare me Malin e Zi, teksa raportonte për demarkacionin me shtetin fqin. Para se të tensionohej, Haradinaj disa herë ka kërkuar nga kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme Enver Hoxhaj që të ndërpriste fjalimin e Mehës me arsyetimin se ai nuk është preces dhe i qartë. Rëndësit dhe tradhtara e ka quajtur Mehën, duke i përplasur edhe një harë që kishte me vete në fytyrë. Të korruptuar dhe të padijshëm i ka quajtur lideri AK-s antarët e këtij komisioni. I përkon punën, ju pagun mali Zi, adresi. Nëse ke mundësi do të Vesh një pyetje e thjeshtë, që të vinë kufirin që po shënu. A keni propozu ju, a ja u kanë pruva? Keni quju në e variant ju, a dini ku po në kufirin? Nuk të vje marrë në atë me shikë si ka ashtu. Nuk ka me shku kështu kjo punë. Murat Meha, asë tjerë, zotë kryetar, krejt korupcioni, politike, morale, njerëzore, patriotik, që të shije. Që qenë? Edhe po me po nashet prava që një orë. Po t'je marrë. Katastrofë. Kënajt me kryetar, krejt kanë kalzu që je ka vetë. Kanë kalzu njerëz vazhdimisht që je ka vetë. Po nuk e dini pse jeni, kush ju paguën. Zoti Haradinaj, le ta kryjmë provën. Ka me kryjtë me që bërlovë. Kështu që ne i kemi dhe hartat e tjera, sikur që është ky një atlas, sikur se që është ky atlas, që është i punuar nga Pasi Haradinaj lëshoi sallën, Meja vazhdoi me raportim, duke thënë se Kosova me dëshmitë që ka, nuk ka humbur asnjë centimetër. Të gjithë kufit e matur dhe të përcaktuar në hartë.